dishëm për mangësitë e trashëguara në logjistikën që lidhet me zjarfikset. Për këtë arsye, kemi po ashtu miratuar një projekt paraqitur nga Ministri i Pushtetit Vendor lidhur me mobilizimin e një financimi të nevojshëm dhe duke shfrytzuar kapacitetet e kompanisë që është një shoqëri e përbashkët shtetërore dhe private e ndërtuar, e krijuar ishtas në sistemin tonë të Ministrisë Mbrojtjes, do të fillojmë të prodhojmë dhe të vëmë në dispozicion të bashkive automjetet zjarfikse që janë të domosdoshme dhe do të bëhen gjithmonë më të domosdoshme, duke pas parasysh që fenomeni i zjarreve, sidomos në sezonin e pikut nxehtësisë, nuk po vjen duke u zbutur, po vjen duke u agravuar.